Umre me hoxh Rafet Zaimin. Vetëm se të kidë shpjegoje, domethënë edhe الكرام في متحف القرآن الكريم. هذا هو أول متحف متخصص بالقرآن الكريم في مكة المكرمة. سنأخذكم في رحلة تعريفية بالقرآن الكريم بداية من نزول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مراحل التدوين والكتابة وجماليات كتابة آيات القرآن الكريم وبعض الهدايات والوصايا القرآنية. في الداخل سيكون إن شاء الله مجموعة من المقتنيات الأثرية والمخطوطات النادرة والمصاحف القديمة. apo ngojni pak po thot mirë se keni ardhur në muzeun e Kur'anit Azimushan. Ku nga fillimi deri në botim do t'ju kallëzojmë se si ka ndodhur Kur'ani, zbritja e Kur'anit, e një nga ata e kemi edhe te shpella Hira, improvizimi i shpellës Hira, do të thonë momentin që ka zbrit vahi, që ka zbrit ajeti po, edhe deri në fund, do të thonë se u ka kompletuar edhe mrena si ka qenë shkrimi e kështu me radhë. طبعا نشاهد هذا المجسم وهو مجسم لغار حراء، المكان الذي ابتدأ فيه نزول القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kjo është improvizim i shpellës Hira, do të thonë atje në altin kodrë që është, çatin kodrë, do të thonë në këtë mënyrë është improvizimi i shpellës Hira, e këtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qëndru me javë e me ditë e me shumë ditë derisa i ka ardhur ajeti i parë në këtë shpellën duke thënë Ikra, do të thonë lexo me emrin e Allahut xhalla. نشاهد إن شاء الله في القاعة التالية كيف كان يكتب آيات القرآن. Tash po shkojmë edhe te salla tjetër, ta shohim se si është shkruajt ajetet e para e Kur'anit. Po, Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. هنا في البداية نشاهد كيف كانوا يكتبون قريبا عن الحجارة والعظام والجلود وألواح الخشب والجليد. Këtu janë fillimi i ajeteve që janë shkruajt në gur origjinale, në gur, në drasa, në lihur e kështu me radhë. Këtu janë fillimi i ajeteve që kur ka ardhur Kurani, edhe njerëzit sahabët si i kanë shkruajt. E kanë shkruajt në gurzi, në drasa, në lihur e kështu me radhë. Kur s'ka pas fleta. Pret pak. Mushafat në kohën e Uthmanit radiallahu anhu, ku janë shkrujt komplet Kur'ani në atë kohën e tij. Këtu janë ato Kur'ani në këto mënyra, këtë shkrim janë shkrujt në kohën e Uthmanit radiallahu anhu. هو أقدم مصحف في السعودية، عمره ما بين 1200 ل 1300 سنة. 1200 سنة. 1200 sene. Kjo është Kur'ani, apo ngojnë, hajde ne këtu krejt që me kuptu çka na të shpjegu. Kjo është Kur'ani më i vjetër që ekziston në Saudi, që e para 1200 viteve. Që 1200 viteve është Kur'ani, do të thonë mas vdekjes pejgamberit alayhis salam 300 vite e ala gjallë që Kur'ani çka për momentin çka na të pa. كذلك هذه مخطوطات ومصاحف قديمة ونادرة كتبت في عصور مختلفة ما بين القرن الثالث إلى القرن الثامن الهجري في عهد Këto janë disa shkrima, po disa fletat Kur'anit, ku janë shkrujt në shekullin e 3, në shekullin e 4, në të tonë që kina mujt me imledhe dhe për momentin janë këtu në muzej. أيضا نشاهد عمل مميز قام في شركة صناعي الاستثمارية السعودية وهو Kjo është Kur'ani për momentin që është Kur'ani më i madh që ekziston në botë. Edhe realja më e madhe që ekziston në botë i ka 700 faqe, do të thonë edhe njeriu i cili e ka bërë, do të thonë këtë Kur'an e ka marrë një medalë, do të thonë një dhuratë nga shteti saudian, edhe këtu ka hiki Kur'an do të thonë muzej. Kurani më i madh në botë. Hajde bismillah të vazhdojmë të tjera. Hajde. هذه المكتبة فيها الآلاف من العناوين كلها عن علوم القرآن الكريم في التفسير في التجويد في القراءات القرآنية المختلفة، تبين كيف كان علماء المسلمون
يعتنون بالتأليف في علوم القرآن الكريم. كل هذه المكتبة مؤلفاتها خرجت من هذا الكتاب العظيم. Këtë këto që ka I shif në këto librat janë që e shpjegojnë apo të na kallëzojnë se si kanë rrjedh ajetet e para, tefsiri, komenti I Kur'anit ne çka I lexojmë. Këtë që ka rreth Kur'anit që janë përshkruar edhe kanë shpjegu hoxhallarët e vjetër për në kohën e pejgamberit asem deri sot, do të thonë këtë që këto libra e shpjegojnë Kur'anin ne sot çka e lexojna. Do të thonë shikoni sa tefsira, sa komente të Kur'anit, do të thonë ulemat më hershëm I kanë shkruar deri në kohën e sotit. هنا لدينا مجموعة من المصاحف والمخطوطات القديمة والنادرة، من أبرزها هذا المصحف كتب في الصين قبل 300 سنة تقريبا، وهذا أول ترجمة لآيات القرآن الكريم باللغة الألمانية. Këto janë Kur'anet më të vjetra, para 300 vite, disa Kur'ane të vjetra. Kjo është Kur'ani, do të thonë në Kinë është shkruajt, që e kanë shkruajt para 300 viteve, edhe kjo qetra, do të thonë njëjtë ashtu, janë Kur'anet, disa Kur'ane që janë më të vjetra në Përkthyera. Këtë kujetojmë ne, edhe pastaj kanë marrë. Kjo është Kur'ani I Kinë që është shkruajt para 300 Të gjermanisht. Edhe kjo është gjermanisht, do të thonë që është shkruajt. Kjo në gjermanisht, edhe kjo një nga Kur'anet më të vjetra në të botë. Tash po him atje dhe kena me ndërgju zona, do të thotë si ka shumë leximi I Kur'anit, si do të thonë me incizimet që e kanë bë, edhe veshi jon kanë dëgjon se si ka zbrit apo si lexohet Kur'ani në kohën e sotit. Abdülbasir Abdülsamed. Somos الإصدار الصوتي نسمع تلاوة القارئ. Shikoni, kush do me ndëgju, do më thonë, hin funi kësaj plakatës edhe ndëgjon, do më thonë, zonin e efektive o gjallarve. Sudesit, do më thonë, Abdusametit, e kështu me radhë. Vetëm ndëgjojnë, do më thonë, zonin e lexuesit të Kur'anit. Subhanallah. Sa mire banë. A ndëgjot? Po. Shko të këtë. Mashallah, a i të ndëgju. Hini nga për që këto se e ndëgjojnë. Vetëm këtu kush në alët, nga nga vjen zonë. Do të qki si e lexon, a si e lexon Kur'anin, sudeti që është në qapas, e kështu me radhë. Shki Muhammed e ju kjo është ka qenë Medine, do më tonë edhe ki një nga lexuesit të Kur'anit, kjo është një mahiri, një nga lexuesit të Kur'anit në Qabe, edhe Sudejsi, do më tonë është një nga lexuesit të Kur'anit në Qabe. Kurse këto tjerat janë do më tonë në Egjipt, Maroko, në Tunis e kështu me radhë. كيف انتشر القرآن الكريم في أنحاء العالم بنفس هذه الترتيب. Tash po shkojmë te një sallë tjetër se si është shpërndar Kur'ani do të thonë këtë botë. Hajde. Kjo diçka e re është për mua, ta keni me dije se ato nuk kam hi, do të thotë sa vite po na ka ime dhe na ka ime. أستاذ نتوزع في هذه الجهة وهذه الجهة، نستمع للقرآن الكريم من أنحاء دول العالم، من قارة آسيا، أستراليا، أفريقيا. Allahu Akbar. Si do shpërndar Kur'anin në botë.
ka dhe shqiptar që lexojnë, po tash nuk në kri dhe i sa dole shqiptar. Apo ngojnë që këtu, a i në të po që kjo Fatihaja edhe e një flamin që këtu 1.200.000 gurzi është rëndit edhe është shkrit Fatihaja edhe një flamin. Në tonë është faqa ma e madhe Kur'anit për momentin në tonë të muzej Kur'anit. A mujnë me prejkë pak se të? Jo, nuk lojnë. Kjo është me gurzi. Me gurzi, ka 1.200.000 gurzi që është bërë e kanë bërë këtë fatë. Mirë, që teknikë. Duhet me u provu, o vla. Shqiptar të kanë ta prejkë. Pa prejkën e se pranoj. Qa be qa, e? Gurri, edhe o. Mbulesa e qabës. Një në mbulesët e qabës. Hajde një bismillah. لا باب الكعبة. Që këtu është dera e qabës. Originale, improvizim? Jo, improvizim dhe më tonë. هذا كانت الكعبة بعدين أو لا هذا الباب الحقيقي من الذهب، الباب الأصلي. هذا نفس يعني نفسه بس ليس ذهب. Okej. Dera e qabës origjinali është me ari. Apo nini? Dera e qabës origjinali është me ari. Po kjo është domethënë si duket dera e qabës në qabe. Ani te po. Domethënë qabja, shembull si e kanë bu, edhe dera e qabës si duket. Që kjo shpata e kujta o zho? Shtë në ma interesant janë. Hadha. Kjo është shpatë e vjetër, ajetil kursi është shkrujt komplet në këtë shpatë. Shpatë e vjetër. Shkojmë të një baqët atje, e muzej, edhe atje kemi në shpirgu të shka tjekë. Hajde, bismillah. Hajde në. Hey, هاي نفتو هاي عجلين وبيت سويب. هذه الحديقة القرآنية فيها مجسم لشجرة الزيتون، الشجرة المباركة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في عدة مواضع، وأقسم الله تعالى بها، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيمه. عمر هذه الشجرة قد يصل إلى 1000 سنة. هذا فقط مجسم. أيضا لدينا هنا في هذه السلسلة مجموعة من الهدايات والوصايا من القرآن الكريم. Kjo është një nga baqet e Kur'anit, do të thonë për me ta zbukuru ty Kur'anin, edhe kjo është një nga drunt që Allahu Gjeleshanu e përmend Kur'an shumë vende ku betohet Allahu drun prej do të thonë i maslinkave, drun do të thonë i zetunkave, do të thonë ulli. Allahu Gjeleshanu këtë drun e përmend shumë Kur'an. Edhe kjo është një nga improvizime do të thonë që janë bo, është një dron me bereqet, me begatik, që Allahu Gjeleshanu thotë se ki dron do të thonë ka bereqetet e vetë. نحن سعيدين بزيارتكم في متحف القرآن الكريم. ما شاء الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان وجمعنا في جنات النعيم وجعلنا من أهل القرآن الذي هم أهله وخاصته. سنختم الآن الجولة بإذن الله تعالى في زنجر المتحف. وفرنا لكم في هذه من مصارف الحرام مجموعة من الهدايا والمنتجات تخبرهم حتى نجتمع ونكون سويا. Thot na vjen apo më thot na vjen mirë që keni ardhur për ta vizituar muzeun,
e jemi të kënaqë, edhe jemi të gëzuar, edhe e kemi atë nderin që me va shpjegu, edhe lutim Allahun xhelle shanu që sikurse jemi mbledhur këtë vend, që Allahu më na mbledh edhe në xhenet. Tash do të shkojmë edhe ndoshta kanë përgatitur diçka hedije në Kur'an, edhe kanë më na dhënë neve dalje. Po hajde zbashku do të shkojmë edhe për më na dhënë ndoshta kanë hedije kanë vendos, edhe hajde bismillah. Jo, kjo është improvizim. Selamun alaikum. Hadi mbledhuni çuktu, hadi. Hadi. Mbledhuni. Hajde aty, mbledhuni sukses, nuk kam rrin, ajo në soni se më ka shtep. Mbledhuni çuktu, hadi. Hajde, bismillah. Ma shpejt, ej. Hajdeni ma shpejt. Recep, ma shpejt kushë. Ma shpejt, bisura. Ma shpejt, se ما شبه kina mi bo shqiptar arabt. Bismillah. Hadi. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aleikum selam. حياكم الله يا اخواني يا اخواتي، انتم الان وصلتوا الى اخر نقطة من متحف القرآن الكريم، جعلنا واياكم من الحافظين له والعاملين به. Allahumma amin. Tash jemi në pikën e fundit të Kuranit Kerim, do të thonë te muzeu i Kuranit. Lutim Allahun xheleshon që Allah ju t'ju bëft hafiza. Amen. Ato që e lexojnë, e punojnë, edhe e praktikojnë Kuranin në këtë dynjë. في البداية نبتدي، يوجد هناك قسم خاص بالخطاط يكتب الأسماء على المطارات، الأكواب، السجاد. في القسم اللي هناك. Okay. Atje ka të ato bardak, do më thonë, muni me shkrujt emrin, do më thonë, apo përkan, emrin tant, apo emrin e dykujna, adi me gjana, ala besfulis. الكتابة فقط زيادة 10 ريال. Kush do me shkrujt emrin, edhe me marrë një bardak, do më thonë dhe 3 ale pagun, edhe shkru një emrin arabisht ose shqip, edhe merë një gostë, do më thonë, kapës e qajt e kështu me rap. أيضا لدينا معطرات، يوجد لدينا عطور ومعطرات. يا أيوب يوجد لدينا عطور ومعطرات مشابهة للحرم المكي، وأيضا مشابهة للصفا والمروة. Ka parfem, do më thonë, e qabës, edhe Safa Merva, do më thonë që e linë ato non-stop qabën me këtë parfem. Safa dhe Merva. Kjo Safa Merva, do më thonë ato kodrat në Safa në Merva, parfumi që përdoret atje, e tash për momentin e keni këtu, kush do me ble, si e dije, si dhurat, do të thonë takete për njëtën e vetën. في الأخير يا أخي وفرنا للزائر خدمة وقف المصاحف، بإمكانهم شراء لأنفسهم، أيضا بإمكانها جعلهم وقف في الحرم المكي والتوصيل مجانا. Kush do, sikur se ne që kina pas, do më thonë, kush do me ble Kur'an për me elon Mekë dhe Medinë, i keni edhe këtu. E pagujni, ato pasta i dojnë edhe qënë Mekë dhe Medinë, po në normal, do më thonë, që do punë ata që kanë dosh, i kemi bunë Medinë, ose kush do tash Mekë, mundet me ble edhe me elon Mekë. سعر الواحد 50، الثلاثة 120. Një 50 real, 3 copa 120 real, الواحد 60 ثلاثة، عفوا 61 200. عفوا 61 200 ريال. Këtu kjo e madhe është 60 real, 60 real një, 2 copa 50 real, kush do 2 copa 100 real, kush do e pagun edhe i lojnë në qabe ose në qabe ose në Medinë. يوجد في بوكس يا أخي 20 حبة، إذا حب أحد يأخذ بوكس 20 حبة ب 1000 ريال. Kush do 20 copa me i madhe, do më thonë, të mdojave, i ka 1000 real, do më thonë, 20 copa në ta. شكرا لكم، أهلا وسهلا. Allah ju barik fikum. Baba, këto i qenë. Po këto i qenë. Po kush do më أخي اللي thonë, يريد وقف يجي يأخذ من هنا. kush do vak, do më thonë nane këtu e blen edhe kush do emrin me shkujt ato tasat, mund me shku me shkujt, më të emrin të ato tasat. Po, kush do me shkujt ato tasat? Po, kush do box, kush do korona, do më thonë? One Quran. One Quran, one. Ana mjet, 50 real. Bir tane ileri al, bir tane ileri al. هذا مقدوني.
Janë pesë të të bëjnë një paketë të qenë tonë di baba. Sa? 5. Ta sopa, çfarë? Të mëdha vogla. 5 Afrima për i merë 5 kurana, po? Allahi, inshallah të shnu se va, po vlavja. كم هذا كعبة؟ Where is Cass? هنا واحد